Kreu i qeverisë Edi Rama përgjatë rubrikës Sy më sy, ku komunikon drejt për drejt me komentuesit, premtoi se vitin pasardhës do të ketë rritje të rrogës minimale. Ai shpjegoi se në qershor do të vendoset rroga minimale të jetë 500 euro, e kjo do të futet në fuqi me 1 janar të 2026-s. Paga minimale në qershor do të vendoset që të bëhet 500 euro dhe do të hyjë në fuqi në 1 janar në vitin tjetër. Sepse paga minimale nuk është kaq e thjeshtë sa duket, sepse do t'ja imponosh kompanive. Kompanit kanë mundësit ose pa mundësit e tyre. Vetëm unë dhe Partia Socialiste mund ta kyçim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, kështu u shpreh kryeministri Edi Rama, teksa kërkoi votën e shqiptarëve me 11 maj. Motiva ime është më e qartë se kur, më e kthjellët se kur, më e dukshme se kur. Shqipëria në Bashkimin Evropian. Keni një gjë kundër kësaj? Dhe gjithë kjo rrugë ka qenë një rrugë e mundimshme patjetër, por për ta sjellë punën këtu, jemi një hap larg. Më tej Rama paralajmëroi sërish të rinjët që të mos përdorin VPN-n për të kyçur në TikTok, duke thënë se rrezikojnë të dhënat e tyre personale.